Dua një lepër. Do që? Do jam shumë mirë. Shumë. No. Ndjevoj. Do që kënësie. Ja plas. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Sigurisht nuk mund të niste normalisht hyrja me një artist. Para se të shkoj tek artisti I cili u prezantua, kuna kanë magnetet të gjitha nëpër studio, të merr. Duhet të falenderoj të gjithë juve që na ndiqni ndërmjet rrjeteve tona sociale Flak Fare kudo ose Hoje Medias që sigurisht ndodhet në YouTube, subscribe të gjithë ju që doni të bëni pjesë. Duhet të falenderoj gjithashtu tani siç më vin. Argjendari Donaldo gjendet lehtësisht përballë qendrës Top Tani, birrën Epos, birr legjenda, është birra më e re në tregun shqiptar, është një mrekulli, provojeni. Rumin që sapo e pim në atë miksim në ndecë, më duket quhet ajo. Rumin Bumbu, rumi më special në Shqipëri. Sallamet tona me shije dhe përbërës të mrekullueshëm në tradicional shqiptar dhe sigurisht petali I cili na ndihmon që të fshihemi në momentet që kemi më shumë nevojë. Zonjat e të tri ftuari nuk ka nevojë për shumë prezantime, një personazh që ka tërhequr tërësisht vëmendjen e medias këto kohë për shkak të karakterit të veçantë, po sigurisht për shkak edhe të çfarë po bën Klod Dedja? Klod Dedja! Po bën një pandomim tani Klod? Po. Po mundohem të mbulohem. Klodi, shumë faleminderit që pranove ftesën, është një kënaqësi që të kam këtu. Së pari faleminderit shumë, është hera e parë që vi këtu dhe jam mirënjohës. Mua pëlqen shumë këto televizionet indipendente, apo imazh indipendent. Dhe ushtria djegës këtu. Si ke marrë me djegës, do të diskutojmë të gjitha ore. Unë nuk e di pse e nisa direkt me. Unë jam vetë djegës, por në varet çë kuptimi. Plus bëjmë minus. Ore, nuk I toleron shumë, ë? Jo, më duket si ushtria që të çon në luftë direkt, po çka mund ta bëjmë. Ja, ta provojmë një. Si ka një detaj? Si bëhet? Merret një kështu ose një kështu, unë I kap me duar, si do ti? Do pirun. Ja. Po jeni fillon nga këtu? Lyen çika aty? Po, e bëra. Okej, e bëra. Okej. Që gjë vogël, ë? Mo nuk është aq. Është si duk. Shumë. Shumë pak. Jo, unë do një rum. E mendon? Ta bëjmë. Ç'është? Një rum, zi. Do rum, patjetër më I dashur. Bumbu, patjetër. Po pra. Dhe po thoya që edhe kjo pastaj të dalurit jashtë, thank you. Të dalurit jashtë është një aty fillon problemi kur del jashtë. Ti e shijon atë kur del jashtë realitis. Nga ky reality kur del jashtë ti kupton që ke një nostalgji për atë të mbyllurën aty. Sa aty pas të mungon tani?
Po, është Sindrom Stockholmi, ore. Po, ka një sindrom. Dhe kjo është diçka që është filozofike, pastaj ti. Unë mendoj që është filozofike. Ore, çdo gjë mund ta kthesh filozofike nëse do ta trajtosh në koncept filozofik. Patjetër që patjetër, po ç'do të jetë. Po ndonjëherë mund të jetë edhe më të thjeshta gjërat. Unë këtë po pres. A jeni gjendje ti thjeshtësosh gjërat apo ke nevojë vazhdimisht gjesh një arsye komplekse ose një mënyrë komplekse të përshkruarit tyre? Se po ke bërë ti, ke bërë një pyetje shumë filozofike në fakt. Po. Kjo është pyetje që mua më të merron sigurisht. Nëse dohet më të merroje, kjo është pyetje e durë dhe shumë e bukur si pyetje. Faleminderit shumë. Por nuk t'jap dot përgjigje për një arsye sepse jam në luftë gjithkohës. Pra jam në proces, nuk është shumë shpejt të ta them këtu. Nuk takojmë mas shumë viteve. Ke parasysh Einsteini thoshte që genialiteti është të kthesh gjëra komplekse në gjëra të thjeshta. Pastaj thoshte mediokriteti është të kthesh gjëra të thjeshta në gjëra komplekse. Ka shumë, ë? Ka shumë. Ku jeti në këtë mes? Është e pamundur të jem. E para sepse Einsteini ishte kush ishte? Einstein? Einsteini nuk e di. Mund të jetë në një tjetër. E pra, nuk ka qejf të referohem atë. E para nuk e njoh fare këtë shprehje, se mund të jetë në një tjetër, por koncepti është kjo gjë që Einsteini, unë mendoj që tashmë ka kryer karrierën e vet. Nuk mund të jetë një shprehje Einstein akoma në këmbë. Ora këtu mund ta ketë shkruar edhe një kinez diku edhe thon Einsteini, po unë i referohem kot. Atëherë pra Einsteinin ton? Pra Einsteinin ton, po. Po, prit, mos kam rum. Pardon. Shiko, unë e adhuroj shumë të ardhmen, për që më shumë figura që do vinë se ata që janë në koncept. Ta dish. Unë adhuroj shumë këtë që do ndodhi tani. Po edhe nëse kjo kritikon të shkuarën ti orë me dinosaurë. Ta vini gëzuar, kjo ishte për Einstein. Për Einstein, ta gëzosh. Ju fillon Einstein. Nëse na shef aty apo shumë interesant. Unë nuk arrit dot të flas me Einsteinin, po mund të ta pranoj. Do na bitap këre. Jo, ç'a tap. Mos e mua, nuk jam ishi alkoolizuar, kam pas pirë shumë edhe me dy teke, po, bisha ka. Je raket boom. Jo, s'jam. Jam shumë mirë. I ke parë këto, ishte pyetur edhe tek televizioni, të kishin pyetur, a ke parë komente negative se nuk kam kohë që t'i shoh, po. Vazhdo mos kem kohë. Nuk do t'i shikosh, ë? Thuaj të vërtetë. Jo, ka një gjë, unë jam gati për çdo gjë, por nuk kam kohë se jam shumë i ngarkuar gjatë ditës, jam komplet shumë i ngarkuar dhe jam duke punuar shumë. Se unë kështu kam pasur gjendër, por ka një gjë që unë kur bëj të dalje dhe që vi këtu kam lënë diçka. Kupton se unë nuk kam nevojë të dal për çfarë, unë dal këtu se kam qef e para jam këtu, se pëlqen shumë kjo tavolinë në kodrat e Tiranës, ku ke krijuar një ambient interesant për diskutuar. Dhe i ngacmues interesant, pëlqen shumë kjo pikante jote, dhe shoh që je një djalë shumë i mençur. Faleminderit. Dhe shumë mirë ti po më bën ca pyetje shumë interesante. A të duket paradoksale që por do t'ja pyetem për Einsteinin. Einsteini ka përshtypjen që ka bërë një pyetje për veten e vet. Kaq shpirë. Bravo. Që pyetje diçka. Përgjigjen e cilës bazës ja ka dhënë asaj thua ti. Po, është shumë mundësi. Jo, se ai është komplekse e gjëra. Është relative, pra. Është relative. Sigurisht. Po çfarë thotë relative? Është absurde. Pra, simpliciteti i Einsteinit është që të relativizojë gjithçka, që prapë është shumë komplekse. Edhe kjo ka për diskutim, sigurisht. Po, sigurisht. Prandaj që çdo gjë është relative. Prandaj do thoja shumë që nëse ne heqim dorë nga shprehjet e Einsteinit dhe merrim shprehjet tona, ishte shumë interesant. Po, cilat janë tua, domethënë, cilat janë Po unë kam një shprehje që kam shumë gjëra, po kështu një Po, jam një kështu po, po, për mua të ndërtosh materien nga e para, që bën zakonisht artistët apo njerëzit që merren me kreativitet shpirtëror, pra të ndërtosh një gjë nga e para, nga zero, këtë bën vetëm artistët apo krijuesit, për shembull. Po pse më ata ndërtim ç'a bëjnë? Jo, pra, krijuesit, pra, projektuesit gjërat. Po, sigurisht ndërtimi. Por të bësh një gjë nga e para është unë e quaj akt Zoti. Dhe Zoti është ai që shpreh që unë bëj çdo gjë nga e para. Okej. Dhe mendoj që njeriu ka arritur në një nivel shumë interesant që bën çdo gjë nga e para. Dhe është një kur unë them çdo gjë që bëhet nga e para nuk quhet më Zoti, po njeriu. Kjo është diçka që më kam qejf ta kem bashkë. E bukur është në fakt. Po nëse do donim ta kompleksonim, çdo kush bën diçka nga e para. Po. Çdo kush është krijues në një lloj forme. A nuk duket paradoksale fakti që sigurisht. Jo, ma ato sigurisht. Jo, flas edhe për pjesën që krijojnë, po, dhe bën një krevat, një mobilier. Po them bësh një, po bësh edhe një gjë të bukur në krevat, quhet një veprat, një fëmijë apo një jetë në të ardhmen. Ajo është më e bukur që mund të bësh mendoj unë. Si edhe quhet një Absolutisht, jam dakord 100%. Aty do të dal tek një pyetje që mua personalisht kur të pash si personazh më erdhi natyrisht, më thash, po si ka mundësi një njerëz që është kaq le të themi shpirti i lirë ose vetë portretizohet si i tillë, si një njerëz revoltues, antikonformist, i lirë, alternativ në shumë mendime tipike konvencionale, të futet brenda një formati që është populist, tërësisht. Kjo ka qenë shumë rrezikshme kjo për mua.
Kjo është shumë rrezikshme. Unë e dija këtë dhe kjo pyetje është shumë e vënd. Por unë doja të bëj diçka. Do e vëmendje? Jo, nuk është. Do e promovim po jo, se unë jam shumë rezervuar. Unë nuk kam njerëz që as bëj Instagram e gjëra. Por ideja është që unë kisha nevojë të shkoja për te kësaj gjë këtu. Pra ishte një lloj eksperimenti. E provove veten. Tek e dyta, kujdes se më humbet ritmin. Unë jam brenda ritmit tënd. Hajde. Unë të pushtata shumë tek këtë merr, se këtë ëmbël e ketë mirë, mos e kemi merak. Po knaqem. Provo. Interesante kjo gjë. Kjo quhet ushtria djegëse. Po kalove këtë, kudo që të shkosh, nuk do kesh asnjë lloj problemi. Them si po. Por çfarë bën tani, se më the, e fundit është sfidë legjendash. Nëse bën atë, po sfidë legjenda. Tani si e ke të organizuar? Më thuan çfarë bën një kurator arti? Ti je një kurator arti. Një kurator arti e para, unë kam një gjë që kam shumë qef kur e flas këtë, sepse e kam përjetuar dhe është një punë e madhe brava kësaj. Unë kam qenë në fillimet e mia kur ti vendos para shumë një vizion se çfarë të bësh. Kur isha në Paris, që i lash Shqipërinë dhe shkova në Paris dhe njofta artin bashkëkohor, artin konceptual, diçka tjetër komplet, jashtë tradicionales, unë zbulova që kisha një dhunti organizimi, kurimi, pra nuk isha më vetëm unë që bëja, po më qenë shumë edhe të bëja. Pra kuratori është njëri që merr shumë artistë, i organizon ato dhe krijon një event, një produkt të bukur. Është një punë shumë komplekse. Ti je kurator, se do të kesh shumë njohje, do të lexosh shumë dhe do të njohësh shumë artistin që ke përballë. Dhe me do të punosh me 75 artistë për një event nuk është pak. Ti marrësh një nga një dhe ti organizosh dhe të bësh gjërat. Pra, ti je kurator është një dhunti e rëndësishme që do ta kesh organizative, do të jesh njëri shumë i thellë brenda, shumë shpirtëror, për të kuptuar tjetrin. Sepse një kurator do kuptoj një herë që të bëj gjë. Ja qartë. Se nuk është mendim, nuk është kuratori ideja. Kuratori është ai që mbledh elementet dhe krijon një ide me elementet që ka përzgjedhur. Që janë artistët. Si një maestro, po. Si maestro, si një drejtor që quhen juve në teatr apo film ku diun, dhe drejtor artistik. Dhe ai dirigjon një lloj skenari të jashtëzakonshëm. Po flisja për Xhavin e Barcelonës, në fakt. Atë i themi maestro. Nuk e di nëse maestro. Ndjek futboll kështu, ke pasione të tilla? Jo, unë rri futboll. Çunash kështu nga këto të futbolli më duket një idiotësi totale që të shohësh mbrapa topit dhe unë s'kuptoj për çfarë bëhet kjo, por është një sport popullor. Po unë nuk marr pjesë në sport, nuk marr pjesë në sport. Do të luajë futboll kur je qenë i vogël. Ka luajtur futboll, po tash jo do merresh futbollin apo do merresh me s'mund të bësh të gjitha. Është futbolli. Çfarë po bëjmë? Po hanë emisionu? A interesi çfarë janë këta njerëz valla? E kuptoj çfarë përvej dhe paguaj 300.000 lekë muaj, nuk është dhe këto janë pa deklaruar. Na fali, nuk është shoku im punon kod për çepëm shumë, se vin taksa dhe vin aty. Jepi një 2 kesh ju, janë organike. Dora kështu, po ja do bën 8.000 lekë, ore, kupton ajo? Po kjo është vepër arti. Po vetëm të shtrim këtu bash. Shtri hajt, ndaj, je kështu i meseve. Ja. Nuk ha shumë. Nuk kam kohë. Alkol pi? Pi verë ose në weekend kur kam kohë. Po jo gjatë ditës edhe gjash ose. Ke abuzuar në një jetën tënde? Ke pirë më shumë? Po patjetër se po. Ke pirë? Po. Po çfarë shumë abeti me ju artistët që pinë? Jo, shiko. Ne kemi pirë kur punojmë, se po tregoj pak se shpargur edhe këtu që kam shumë artistë miq që duhet bëjmë mirë këtu, po it's okay. Që rrim deri në 4-5 mesit bërim ide, shkruanim gjëra, po pinim po edhe punonim. Nëse rrim duke në lokal duke pirë, duke Po unë kam pirë dikur. Pra kur pi jam me letra përpara, gjithmonë. Je të ndihmon në procesin kreativ. Po flasim, bëjmë rrim çik gjatë. Pi e dashës. Pi e dashës, vera më pëlqen shumë. Vera, po. Vera si stinë për të pirë. Si koncept. Vera në verë pi bira. Pastaj vera si stinë është fantastike. Shumë kush pëlqen më shumë tani nga këto? Erotizmi i verës më pëlqen shumë. Ajo pëlqen shumë, Yes. Po ku nuk i pëlqen tha? Pëlqen një çik lakurisia e verës? Ajo është rreth. Çfarë pëlqen më shumë tek treshi? Vera është lakuriçe, po. Jo vetëm vera, ore, po. Vera çon drejt lakuriçës. Është një pasazh. Po, me vërtet. Kjo është number 3? Number 3. Ore, ti pse flet kaq shumë anglisht? Dhe shkoj që i reverohesh anglishes. Po ka qenë shumë dhe jam në përkëshull dhe harroj. Po nuk është se është ndonjë. Në fakt du ta bëj që mos të bëhet. Kujdes, mos shik ardh me telefon me zile, ore. Çfarë? Po, respektoj fare formatin. Ju tash përdor, ju ta hiq tash telefonin. Jo telefon jo. Magic nikotin se Magic. Po pse unë kisha hequr, po gjithsesi ne mund ta riheqim prap. Jo është rihequr, por nuk kuptoj. Atëherë mund ta fikim fare. Ky emisioni këtu meriton të fikë çdo gjë, rreth qartë.
Të falenderoj shumë. Është që gjithmonë ti je tani e dikush e bukura me këta artistët më. Që dhe ju njerëz jeni, po nuk e di pse bëni sikur si jeni. Nuk e di. Bëni si hiper njeriu, kupton? Shikoni femër që kalon nuk thoni po ç'a bythe, kupton? Po tamam. Ç'a karakteri, ç'a arome, Në fakt e kemi gjithë jetën që mashtrojmë me këtë koncept. Bravo, i gran po. Ore, ju bëni art thjesht për të kapur zoçka? Unë e them për piktorët Po dhe shkrimtarët, ata. vdesin me çuke studio në një për ta çuar krevat. Pse fotografët? Sidomos se edhe fotograf. Edhe fotografët. Vjen keq. Po pse? Një shprehje kanë gjithë që thonë do vish pak në studio. Po ç'është kjo tani? Është Unë nuk jam kjo. No, s'është e pamundur të kesh prostitucion. Ashtu prostitucion. Unë gjithmonë A janë pasionat artistët në tërësi si njerëz dhe pasioni i tyre i bën që të jenë dhe erotik, që është kaq e theksuar dhe ata, a janë njerëz që janë më të pakompleksuar që shprehen, a janë çik pervers artistët? Ja, super pervers sepse artisti nga që është shumë i mençur, e di çfarë është artisti? Artisti është një hap më shumë sepse merret me imazhin që nuk ekziston. Edhe një artist prandaj është interesant në gjitha fushat, ai që quhet talentuar ose një lloj genie. Sepse ai do propozon diçka që nuk ekziston. Edhe ai është disa vite përpara dhe kur mas disa viteve është bërë ajo që ky pra një artist i mirë parashikon diçka që ndodhi në të ardhmen, po dhe është shumë sensorial, futet shumë brenda. Ai që ti kur parë një vepër, ti je zhbiruar, në sensin që ndjesh mirë, ke mendime, se një vepër nuk duhet të përkthej, një vepër duhet perceptohet. Edhe realiteti nuk është për të perceptuar. Realiteti është një sfidë e madhe banale. Ore, kështu jam mbush mendjen femrave ti me këto. Ka mos i tip. Ore, kam momente që s'të marr vesh. Kjo është skulptur? Ajo është adeziv. Është për premtuar, po është 3D. Ta sallamet tona me zikim. Ore, shumë i bukur, është shumë i bukur. Cili nga ata të pëlqen më shumë? Jo, pëlqen gjithë sportet, perfekt. A mund të? Po, mund të. Më duhet si projekt. Nuk ka mundësi me këtë. Nuk mundevi. Mo isha mirë, nuk jam përgatitur për... Ku është këtu? Të 4. 4, e mbajtë më? Po. Po se që mendon se do harroja. Fiks. Ke qëtu shtria. Tu fillojmë ngjitemi, ha? Ngjitet çik. Të pyes për një fenomen që ka drequr shumë. Gëzuar bashkë? Gëzuar i dashur. Shumë që jemi këtu, është e parë që bravo, faleminderit shumë për faleminderit ty për respektin. Sa je edukuar je kështu ore. Unë jam edukuar. Je edukuar je në fakt. Unë jam edukuar. Je edukuar. Je edukuar. Kjo është e vërtet. Unë luftrat i kam të bukura. Je ama edhe emocional. Yes, po sigurisht. Kur të duash, unë vërtet. Si të duash. Me këtë si e thëj atë? Si e përsëritë 20 po pse përsëritë një apo përsëritë me dies? Më trembë një moment tash. Jo. Unë vinin e kam shok, vin kapën e kam mik. Është shumë interesant, dhe unë e dua mirë. Djali mirë, po. Edhe një gjë, unë jam njëri që po çfarë ishte aty? Pse unë nervozohej shumë? Jo, e para njëri që unë jam performing artist, pra unë edhe performoj gjithkohë, kupton, dhe sigurisht që ke. Dhe shprehja mia kam qejf të ndëgjoj në formë bold. Qartë. Je kështu dhe në jetën reale? Po, sigurisht. Edhe në 8 mjesit kështu jam. Je bold, ë? Si ndonjë bold se edhe edhe u të shumë, unë se di fare, unë se prek shumë tokën, nuk kam qejf me prek. A je lehtësisht i perceptueshëm nga mesatarja e njeriu për shembull në të përditshme? Jo, nuk kam qejf fare të jem perceptueshëm, s'kam qejf fare të jem as për. Ke të kesh marrën e fare? S'kam qejf fare të jem përkthyer, se më parë një herë që unë me zor përgjigjen time mendoj të jem përkthyer për tjerët, në sensin që kam shumë si e përkthyer për veten, ë? Po se s'kam kohë, nuk është një momenti, do vi një moment që do them po, tani që do ndaloj karrierën time, se jam gjithkohës duke lëvizur, duke krijuar, duke punuar. Nuk është se jam duke bërë. Çfarë je duke bërë tani, më thuaj që? Po kam disa projekte të rëndësishme, po jam duke bërë një performance në Amfiteatrin e Durrësit, shumë të rëndësishme për karrierën time, që është monumentale, një vepër monumentale me artistë të huaj dhe të shqiptar, me 2 kompozitorë, pra është një vepër që quhet monumentale, shumë imaginative, janë 2 vjet që punoj mbi këtë argument, edhe do bëjnë në Amfiteatrin e Durrësit këtë verë. Por jam duke vendosur datën se kemi këtë Kanye West që ka bllokuar pak super ka pëlqyer. Ka bllokuar, po është shumë burr, por ka bllokuar pak se unë kisha datën e tij. Kur është ky politikisht korrekt më ikën mendja më. Po shumë bukur thotë. Pa, ama fol si njerëz tani, po shumë. Ka gjë. Bukur është po. Pse s'është bukur? Ka gjë. Sigurisht kur pash që Kanye West vjen në Shqipëri, ta them sinqerisht çfarë mendova? Një është fucking man. Ne këtu me zor
po mbijeton duke punuar 18 orë në ditë. Ky vjen, katapulton dhe bën diçka shumë milionere. Edhe në një vend ku këtu artistët paguhen shumë pak ose çdo gjë është shumë pak. Po të them pakët reale, sepse unë kam dhe një staf dhe sigurisht tek unë vijnë shumë njerëz se thonë Klodi, po marrin ca paka shkatërrimtare. Kur shikon pastaj politikanë që vjedhin, Kanye West vjen këtu, po sigurisht që kishte medalje tjetër bisedës, jemi këtu. Dakor. Ku jemi te pesa? Je këtu? Jemi te pesa. Jo, po mendoj. Pesa. Mendoj. Dhe bësh ti pari, ja? Po jam të udhëzoj. Ne po mirë. Po, djegën e ke kështu si koncept fillestar të mendimit? Qa bëna ju? E lyve? E lyve, shive. Ka lyre. Zoom. Haj, mirë. Fute zoom. Shiko, djegën e kam fillestare, mesatare dhe përfundimtare, në fakt. Me këtë djegën më shoqëron është më shumë se... A do që qika? No, shumë mirë. Mirë është? Po pse bëkot pasaj që si toleron apo? A shiko, a je nga ta burra që do të bësh si mash? A kalëm direkt në fund? Kush e ka thënë këtë? Nobody. Ti i thua. Dëgjoj. Kush do bëj tap, ti mua apo unë ty? Ti do më bësh. Hajde ta bëj. Ti më bën mua. Do dalim i tavolin po. Ti Leon të dy bësh mi tavolin? Po, nëse të marrë tavolin, po kishe për të Denis, si kishe shkuar, kishe tavolin aty Denis. Po pëlqente, po jo, kisha qef mushtri fare dhe bësh. I bëre të gjitha tek ai. Të bëj çka? No. Jo? Në beton këtu, çeket shumë tolerant. Hë? Po jam tolerant. Po ka për Te plasa ti me hile, pastaj ti më flit po. Po çfarë duash, po. Nëse bësh. Jo, mos i shko ashtu. Çfarë doja të pyesja se ti më Unë do të ngatroj gjithkohës, ti më ngatroj mua, ngatroj ti. Dakor, nuk do ngatrohem. Do të pyes. Do të pyes. Doja të thoja për atë fenomenin që mori shumë për masa publike, duke sigur nuk e di, ka plas lufta në kufit me Greqinë, aq vëmendje se po ashtu duket në fakt për fjalën KYLÇK kuçk që u tha. Ti vetë je dobët shumë dobët. Ti vetë je shprehur personalisht, prandaj doja të ngacmoj lidhje me këtë gjë. E para ti je një open-minded si person, je një mendje hapur. Megjithatë, je gjithashtu një person që e ka kritikuar si veprim, edhe pse në të kaluarën ke thënë që një nga vajzat që pëlqej shumë, me pikërisht Ola, për shkak të origjinës së saj të malësisë madhe tira me radhë. Po kishte një histori shumë të bukur aty. E qartë, që ajo nuk ishte emigruar nga malësia e madhe, kishte qëndruar aty dhe ty të duk një gjë egzotike, bukur. Herën tjetër do vi nudo dhe do zhytem në pikante komplet. Herën tjetër. Do futem me një gjallë ta premtoj. Ti e fut dhe në akull. Jo, po ta premtoj të. Nëse ti don që u të bëj një performancë, mund ta bëj. Ja. Po kjo është vetëm për ty për qef dhe me shumë misore. Ta nuk do që t'jem vetëm unë, nuk do të rritë... Dua që t'jesh vetëm ti dhe kamerat... Dhe kamerat. Dhe s'ka asnjë rjeti, mos këto se ka njerëz. Thash po se do kështu personale, thash... Ose do jenë më shumë nga s'kemi nduar kurrë. Po nëse ti... Unë fakt të sugjeroj që këtu ta kthesh në performance. Që të kthejmë performance? Shumë herë të ftosh njerëz të bëjnë performance live. Po. Të tipit kërcime kështu. Po kërcim no. Po flas për gjëra. A performanca më kështu. Kërcim nuk quhet performance. Pse çfarë është kërcimi se në kërcimin si the ti se ti fillove si lambada, do të thonë nuk është mund të jetë shuar kontemporan. Mirë, bashkëore mund të jetë po konceptual. Se konceptuali ka një gjë të mirë që nuk është kur banale. Fly high low. Mund bërë dhe intervistë poshtë tavolinës. Po, dhe mund ta kishim bërë, mund të bëjmë shumë gjëra, mund të fikim dhe dritat. Fikë dritat. Mund të fikim dhe dritat. Do të provojmë. Provoj një herë. Mund të fikësh? Po. Fikë çika. Ja, fikë. Fikë çika. Jo, fikë. Fikë shkretën në errësirë dhe bëjmë një çikë në errësirë? Po. E bëjmë në errësirë, po. E bëjmë në errësirë bashk? Jo. Bisedën. 3, 2, 1, kat. Boom. La. Dhe kjo logo tani kthehet në magji tash. Ore, kështu do të bësh intervistat. Po ky është artje. Po. Edhe mund bëjmë një lloj Po mund të kisha bërë një batut shumë i të hidhur që futja. Me mua mund të eksperimentosh. Po lutem uroj të jesh elegant. Jo për ty, jo. Nuk ishte për ty po. Shikoj ja, plasin një kështu me gisht vllakallak. Jo tani. Ja, një të merr. Shiko, çfarë do bëjmë po indeze? Të ka gjë. Jo, mos e dis kush e tha. Të lutem më i dashur dhe mos e bëj kat këtu. Po. Tani më thuaj, megjithëse jemi në errësirë dhe nuk kuptohet kush është kush. Për çfarë është ajo? Dora jote është?
Katër duar, po. Ke parasysh të na vjedh 5 vite nga xhepa. Çfarë bëhet? Tu dal vete nga vetja. Dgjoj, doja të të pyesja, po ne mund të pyes në herë sirë, atë njerëz Ja, sirë më çosh jo, po sirë është më magic. A ke menduar ndonjëherë vetvrasjen? Vetvrasja është një argument interesant që është i përditshëm. E mendon për ti tipit? Po varet çfarë mendon si vetvrasje, Çfarë mendon ti vetvrasje? Vetvrasja nuk është akt fizik. Vetvrasja është art shpirtëror, shoku, se fizika, nuk është. Kurrë nga mlakurik tani, nuk. Imagjinove. Drita të kuqe, të lutem, bum. E bukur ishte kjo. E bukur ishte. Thank you. Nuk ishte besoj në një intervistë shqiptare me Drita Figur? Edhe në heshtje. Po heshtje. Prisë mundohen shumë gjëra tjera, unë kam sa ide. Mund të jetë në fund do na. Jo. Jo më jo, do na zhys. Ku s'kem uri seksuale se jam full deri këtu. Po ideja është. Je mbushur, Jo, jam. Para çka ke provuar? Ama nëse jemi martuar e straight. Çfarë po thoshim? Ne duhet të respektojmë njerëzit me cilën vetvrasja, çfarë? Vetvrasja, e dikush vetvrasja e madhe? Vetvrasja fillon kur ti ke një zhgënjim të madh mbi raportin human, ka shumë raporte humane që do bën të vrasësh veten. Jo në sensin e njeriu nuk vret dot vetëm fizikisht. Ai që vret është idiot, është budall. Unë flisë për një vetvrasje që për këtë ndoshta i zhgënjyer në formën zhargonit popullor. No. Në vetvrasja ndodh çdo pesë. Unë kam menduar ndonjëherë ti ja shkrepësh puçkës kokës, atë po them. No. Unë flisë për cilën vetvrasje. Ke qenë bullizuar ti. Bullizimi, bullizimi është vepër arti, shoku. Më beso Klodi. Nuk i di kam bullizuar. Nëse s'kam bullizuar, bullizoj unë ty, po kot. Bullizoj. Më beso Klodi, është një vepër arti. Ja, një bullizo si do të bullizoj. Jo, nuk di ta bëj. A, nuk je bullizuar si ke? Jo, nuk di ta bëj, nuk arrit dot. Jo, nëse se mund bullizoj me shakamo. Po me shakamo thash, jo të më hedhësh kosh plera. Tani bullizimi është dakor. Ja kam shumë respekt për njerëzit, nuk e bëj dot. Ke, a? Kam shumë respekt. A nuk i urren njerëzit? No, nuk urren njerëzit. Unë urrej vetëm mediokrin dhe hajdutën e tradhtarin. Të 90% të njerëzve. 90% të urren, Thot një gjë? Po. Këtë e ka thënë Tuqiditi. Po mi tash ti merr shprehje të tjerëve dhe po jo më burr tani. Po jam kopjas. E more Einsteinin, Beethovenin dhe ky kush ishte? Tuqiditi. Tuqididi. Tuqididi e ka grekisht ai, po Tuqididi themi ne. Është grek, po. Me origjinë është çam. Okej. Po çam, respekt. Çam. Se ti vjen ke një pjesë të historisë çame? Je pjesë e ngjarjes çame? Çdo shqiptar është çam. Jo. Çdo çam është shqiptar. Ai është prekur. Tamam. Në kisha zemrën. Jo, çam kosovar, maqedonsk, kudo që Fiks. Ai me do mos e prekur nga çështja çam, si ku ka shqiptar që s'prek ka çështja çam? Jo, erdhën në Shqipëri na kanë ngrirë. Ka francisht të nxjerr komplet. Po ka shumë që prekin, për shembull një që është Shqipëri mes, prekin shpirtërisht, po ai prekur fizikisht më burr. Nga çamët? Nga historia e çamit, nga drama e çamit. Miqtë e mi më të mirë janë çam. Miqtë më të mirë që kam. Edhe sigurisht që më prek në sensin që akoma e kanë gjallë. Pra, po ti s'e ke përjetuar. Jo, unë personalisht jo, nuk e kam përjetuar. Unë të po pyesë. Por unë jam nga Borshi dhe Borshi është djegur 2 herë nga Greku, kështu që edhe unë kam një Ore tek Borshi është një magji e vërtetë. Borshi që qeparoi, wow. Si poezi. Sidomos fshati i vjetër që qeparoi, sa bukur është. Po, edhe Borshi shumë i bukur. Borshi ka njerëz shumë më interesant, se qeparoi as diskutoj. Janë i nadet midis fshatrave. E di që luftë e madhe aty. Po kop më e njëjta gjë. Fshë? Ku je? Këtu jemi më këtu. Ja. Ku ishte? Ajo, aty e vesh si bën kop, ma tregoj më. Ora sha. E lyu. E lyu tani se tani. E lyu. Ja më prap. Tu, bum. Si më? Lyu shumë. Oh fuck it. Do që jet. Mund të vazhdosh? Më sqaro procesin e çfarë është djegja. Çfarë është djegja? Djegja jam unë. Bukur. Tani, shiko, ti je kurator arti. Ti ka aftësinë që të shesësh se në vetvete është shitje ore. Nuk është gjë e keqe shitje. Unë shes ti. Jo. I gjendë të shesësh çdo gjë ore, për sa i përket artit. Dhe shpesh njerëz nuk kanë kapacitet, po digjesh, ë? Shpesh njerëz nuk kanë kapacitetin. Çka ke vëlla? Okay, good. Yes, very good. Good, tani atëherë mirëmbrëma. Atëherë. Unë do të tregoj në një vepër. Vepër arti? Po. Po fute pra shkretën, thash pse ishte kaq i bukur aty ku ishte.
Ma përshkruaj këtë, çfarë është kjo? Çfarë simbolizon kjo gjë? Ha, ta se të përshkruajmë tani. Si doli me të parë? Nuk do dali kurrë se të mbështitesh me një letër e cila përdor shumë në higjen apo në pjesën akute të njeriu. Tani e kupton çfarë që pyetore. Dhe neve në fakt do kemi një tjetër vetëm se një letër thithse e cila akumulon atë që ti prek. Ti në farë mënyrë je duke prekur një realitet timin apo një dëshminë time. Let's kill it. Ha, e gëzuarlla. Let's kill it. Prido se ke disa objekte. Mos u thellë. Që e bëri shall, urdhëro. Ja kreativiteti. Edhe gjitha kjo është një... E vazhdo se është nga ato të butat me aromë kamomili ajo edhe nuk është lirë. Iku 2000 lekë. Tani, nëse ti këto një ditë duhet të deklarosh se vepra arti, këto kanë një vlerë shumë lartë. Tani që e bëre ti kështu, që e përket. Okej. Po kush e ke që kur e mendon? Okej. Iku kjo. Kjo çfarë përfaqësonte mbledhjen, thithjen e Kjo quhet iku kjo. Po, kjo është perfekt. Tani ke arritur në nivelin më të lartë të shprehjes. Mundem? Po, sa dush? Mundem. Po, absolutisht. Kjo është një artist që quhet Jeff Koons, që përdor një filozofike dhe përdor këtë format e ndryshme që vijnë nga produkte ushqimore dhe i kthen ato në skulptura. Për shembull, kjo mund të jetë në mes të Tiranës, më do të jetë 30 metra lart. Dhe njerëzit janë kaq këtu. Ja, kjo është të shijosh Instinktin. Jo, të shijosh konsumizmin. Konsumizmin. E autokonsumizmit. Konsumizmin e autokonsumizmit. Do ta marrësh të vepër? Do ta marr atë Të vepër. lutem mos i shit këto shumë shpejt, se mund të shkojnë në nivele të larta. Nuk ishte sot. Hop, më ra. Boom. Po ti sot je shumë lart. Nuk jam keq jo. Po nuk di ti. Këtë do ta kisha bërë ekspozit. Unë të nominoj artist. Ti mund je artist. Jam. Yes. Jam. Do të vërtet të fush në kalendarin. Fut. Atëherë ti këtu mund të bësh exhibition. Po. Kam mbledhin këtu me çuna të ndark. Atëherë këtu quhet destination. Ore, s'më përshkrove, kjo është një... Të lutem mos e prek veprën art. Ha ke bër. Deri aty. Shumë. Të lutem, a ka mundësi që mos ta komentojmë fare. Kjo është diçka e pamundur edhe për ta vizituar. Kjo është e pamundur. E heq. Kam këtë që mezi e kam realizuar. Dua t'i jap një koment. E morë çik vetëm duket mua. Edhe këtë mezi e kam realizuar. Po, bashkë mirë. Ktheje që ti edhe mirë, po. Beautiful. Ti, dhe kjo hyn në arkiv. Kjo hyn ku duhesh ti. Po. Prandaj hyn në arkiv, nga që futet gjithandej. Ta fusim në arkiv më vonë. Brenda, a? Po tani, kur Brenda po arkivit. Edhe këtë doja. Shumë mirë. Good. Unë që që nga përdorur, kështu që nëse ke një gosht, do të bëj një vepër arti këtu. Ke gosht? Jo, vetëm vida mbajmë këtu. Një vita po. Po i kemi mangët. Vetëm një duam aty. Është ti vita, a? Jo, vita për të ngulur që të bëj një gosht këtu, pa? Jo, s'do na prish tavolinën ti për artin. Po pse? Jo, është një gosht e futur brenda, nuk është se është një gosht i del jashtë. Po si do ta heq rrobën në copën apo Mos e hiq shqepim? Na vjen fare, iku e. Letën higjienike na e prishit, tani do na prishit s'kemi të ardhura. Të pëlqen? Çe kishe po, është element që pëlqen shumë. Ë? Çe kishe është perfekt. Këtë se kam bërë gjë me këto. Ajo është pak dekorative, nuk është Është dekorative, nuk është konceptuale. S'është konceptuale kjo. Jo. E po vari lesh, to kisha. Kisha edhe këtë, po. Kisha edhe këtë, po inshallah s'është. Çfarë ajo? A tani unë do të shpjegoj artin. Mundem? Me pak. Merre për vete? Jo për vete jo, po. Është i hudhër. Ma hudhër. Va. Kjo është varësi ime së ardhmes, po. Do më dhurosh? Do dhuroj këto. Okej. Mund të vazhdojmë intervistën? Një u dhe një 10.000 lekë.
Materialist. Jam, ç'o ti bëj? Po në fakt i bën një lojë të interesante me materialet e shpirtërore, si okay. Jam okay? Kam shumë për të biseduar me ty po. Okej. Pas emisionit. Me një kod. Jo, brenda emisionit. Ku jemi tani? Jemi tek e teta? Oh, fuck. Je gati? Se përrit lufta, Je gangster komplet ore. Jo, nuk mundem. Je gangster. No. Ja më mirë po. Boom. Shikoni, Mos thuaj. Tashi bëni gati për shpërthim kolateral po. Ore, do ma shpjegosh që këtë muhabetin aman mos u dyshëm, do ma shpjegosh që këtë muhabetin përse më rrotri? Përse? Si e fillon po qen. Përse? Ti thon si speci. Përse ti je? Përse më rrotri e kishe përshkruar, se Shar mund thuash, po e kishe përshkruar Mozën si një mbetje të komunizmit, një lajfitur e tjera me radhë. Në fakt është një fenomen interesant, po megjithëse se para këtu nuk kemi. Se merr dimensione gjëja shumë të mëdha. Unë e di që ti se ke pas në atë kontekst. No. Atëherë me që jemi këtu dhe se s'ka të bëj, ne jemi duke qëndruar në. Fal që ta rikthej bisedën aty, po që janë gjëra që kanë tërheqë vëmendje. Ke po bën shumë mirë dhe vërtet komplimenti deri tani je shumë top. Ideja është shumë e thjeshtë, që un kam shumë respekt edhe për budallin më të madh kësaj bote. Kam një respekt të madh, sidomos për budallin. Se të mençurit kanë botën e tyre. Dhe un kur them diçka, kur nuk e them atë në konotacionin e thyrjes apo të denegrimit personal. Alright? Kjo është diçka komplet e pa, nuk ka lidhje fare me mua. Un merrem me kontekstin që dhe ndikimin që lën mbi edhe quhet mas, se po flasim për një reality show. Edhe argumenti që kemi sot është, a po bëjmë një reality show konvencional, apo bëjmë një reality show që mund të shkojmë më lart se konvencionalja. Konvencionali thotë ajo që një shkrimtar të bëjë ajo që don populli për të bërë pëlqyer për një çmim banal. Sepse në fakt, të jesh pioner në fushën e letrave apo kushdo që ne kemi një argument që është shumë i rëndësishëm për ta ndasur, ndryshe që nuk është vetëm argument, po është dhe mision. Misioni është që neve nëse nuk trajtojmë një formë profesionale, mund të jetë të çmendur ajo. Por ne jemi ata që mundemi ta bëjmë, kupton? Nëse neve shkojmë pas një logjike populiste, dhe bën çfarë do populli, unë them që ne do të marrim të gjithë avionet, largohemi, takojmë gjithë në Dubai. Po m'fal, po nëse moza është vërtet ashtu. No, nuk është ashtu. Po se si është? Është ashtu gjithsesi. Tani, në këtë formë. Por kjo është zgjidhja e saj dhe sigurisht që jo, një sekond, se domethënë ti thua që është përshtatur moza që të pëlqejet nga populli, nuk mund të themi që populli e pëlqen se moza nuk. Moza është një skenar komplet banal. Po pse është një skenar? Çfarë skenari është? Unë mundoj si audiencë të kuptoj çfarë banaliteti ka skenari i saj. Banaliteti është kjo, që kur populli kënaqet, do thotë që moza di shumë mirë se çfarë populli kërkon. Edhe është një argument që ne flasim shumë në televizion. Pra, a është televizioni si një platformë që bën çfarë kërkon populli, apo le ta quajmë publiku, apo artistët kanë mundësi të propozojnë diçka që populli nuk e imagjinon dhe merr si një ftesë për të folur për gjëra magjike. Unë mendoj që në Ferm do bëshin performances, do bëjnë diskutime, do bëshin intervista, do flisin për absurdin, për intelektin, për të ardhmen, për të riun. Dhe unë kur fut aty brenda ata flisin për asgjë. Edhe unë thash, po kjo nuk është hapësira ime. Po, edhe ato janë bërë. I pra, unë ta thash siç nga brenda, jo nga jashtë. Ore na deo burr, çfarë bëre më burr? Ta bëjmë avionin? Po, hajde. Ku je? Ajo është. Mo të bëj kështu si bomba atomike. Plok. Bëjmë gati, Ja. Ore, beson Zot kështu si ke marrëdhëniet me? Jo, mendoj që Zoti është njeriu. Nuk beson kështu. Besoj shumë në Zot, por Zoti është njeriu, për mendimin tim. Beson tek njeriu? Besoj tek Zoti që është njeriu. Me në sensin që edhe koncepti Zot është njerëzor. Njeriu. Unë mendoj që Zoti është do kush nga ne. Çfarë është njeriu? Zoti. Me Zoti është njeriu. Çfarë bën Zot njeriu dhe njeriu Zot? Ne na bën Zot nga momenti që krijojmë një qenie tjetër
Dhe çfarë neve do bëjmë njerëzor është që jemi lojtarët më të mëdhenj të kësaj forme të turmullakit që tok. Dhe jemi specia më agresive, bie ato. Ore, po sa pak profesional mund të jesh në emision më që hap TikTok-u, por është e tmeshme valla. Hapet TikTok-un tani. Hapet e ferma VIP. Ti do të jesh prind? Sigurisht është magjike të jesh prind, po. Është magjike, mendoj se është një akt të jashtëzakonshëm, sigurisht po. Art i jashtëzakonshëm. Është krim. Por mua është një vepër arti, po. Jam i bindur 100%. Dhe do bëhesh si e ke planin? Por ka një gjë. Sigurisht të prodhosh një qenie tjetër, duhet ta bësh me një njerëz të jashtëzakonshëm. E ke njeriu në jashtëzakonshëm? Çfarë ndodh? Çfarë ndodh kur neve zgjedhim njerëz që prodhojmë një qenie tjetër? Kur ti prodhon një qenie me njerëz që janë në nivelet shumë lart, ajo qenie sigurisht automatikisht do dalë një qenie tjetër shumë e bukur. Vërtet. Beson te martesa? Martesa në çka kuptimi se unë urrej tradicionin. E mot ajo që bashkëtesa, monogamizmi. No. Këto janë shprehje që nuk i njoh. Unë dua s'mund të jetë njeriu monogamik? Domethënë që të ketë një partner? Unë kam një gjë që unë adhuroj, pra kur unë shikoj brenda njeriu 800 vetë të tjerë, dhe koncepti është që unë ka shumë dëshirë të jetoj me një njerëz që nuk e quaj të martuar apo është diçka që mund të jetë një çut partnere, që ti ndan element të jashtëzakonshëm të filozofisë jetës dhe Okej, po çfarë si ka emërtimi? Domethënë, a beson që mund të jesh me një njeri dhe vetëm një njeri derisa vdekja të ndajë? Nëse kjo është diçka magjike, sigurisht yes. Mund të jetë magjike. Do beson se mund të jetë magjike? Beson tek ajo lloj magjike? Unë jam bindur prej disa kohësh që magjia ekziston, po. Që kur e bind, që kur hyre në këtë marrëdhënie me këtë vajzën që tani? Apo je binde më parë? Është shumë e bukur. Por ka një diçka që duhet të them. Pra, unë kam zbuluar që magjia lidhet me gjetjen e një njeriu ku përmbledh çdo element që ti i shpërndar në forma dimensione të tjera. Dhe kjo nuk është e lehtë për të arritur. Është një punë shumë e madhe për të kapur një person që identifikon diversitetin e mendimeve tua dhe është pjesë e evolucioneve umane dhe të mendimeve që ne vazhdojmë edhe brenda njëri tjetrit. Bën hekur ti në shtëpi? Më pëlqen shumë bëj hekur, por ne kemi një hekur që quhet hekur me avull dhe krosin e vertikalisht, jo me të kështu me të shtype. Hekur anemik. Me avull, më pëlqen shumë avulli, dhe se më kujton këtë frymën umane. Qartë. Po punë shtëpi e kështu ndërzihen një koqir? Po, më pëlqen të laj pjatat shumë. Se duket si një autodialog, ku laj pjatat, më kalon gjithë ida një përpara, shumë e çuditshme. Kur lën pjatat ore? Po, kur laj pjatat fiks. Sa interesant, se kisha menduar ndonjëherë, mua u thjesht kur laj pjatat më duket kështu. Banale? Jo, unë kam shumë gjëra për të menduar, po dhe shoh i vetëm moment që e marr kohën dhe them tani unë do laj pjatat, është si një akt dhe mo gra, ha? Urdhëroj ju që juftoj të bëni të kuptoni çfarë. Dialog. Dhe, lani pjatat, mos ja lini burrave se ne s'kemi dhe çfarë kemi. Jo, unë mendoj gratë do lajnë pjatat. Unë mendoj që pjatat do lajnë burrat. Edhe se e presi montazhin. Ç'a thua më? Demonizua fare. Kjo tregon që s'ke fare lidhje me këto forca. Kjo është varse që më ke dhuruar. Më vjen keq ore, nuk mund thuash që s'kam një lloj element artistik. Kam një tendencë kështu për të qenë artist. Unë kam vetë pyetje, ti beson kur e bën apo? Besoj. Besove kjo merr vlerë. Po nëse s'do besoja? Nuk merr vlerë. Po nëse do gënjeja dhe do të thoja që merr vlerë, po ka dobjo vlerë. Po, jo, po, shpesë pezi. Atëre bëhet më bukur mbase. Probable po. Te 10 jemi? Te 9 apo te 10? 9. Ta bëj shpejt? Hajde. Por sa tolerant do të ka qenë. Ta hedh. Po ashtu, tu. Ja, këta e bëm të këtu, ashtu. E më jemi te 10 pastaj. Bra. E po lyje. Unë ndjej që tani fillon bomba atomike, po. Nuk kujtohem me atë.
Do je? Hajde pra, desmit. Dhe ta vrasim armikun. Po. I fort pas ka qenë. El Diablo. Artist, po. Kush e fiton fermën? Kush e fiton realisht? Mos më bëj kështu për gjë artistike. Fermën e fiton Milingona që unë pash në tokën që lëvroja për ditë. Pash sa Milingona magjike. Edhe nuk thash, edhe ishin një autokolon Milingona brenda fermës. Se lëvrova tokën. Çfarë mrekullie. Po e marrë si për Moza Ahmeti atëherë. Ma e fiton Moza Ahmeti. Jo, Moza më që do të bëj një recover në një spital psikiatrik në nivel të lartë shpirtëror, ku dhe mund të bëj një libër të bukur, për që ka shumë qejf të shesi. Edhe më pëlqen shumë të rapërsoj shprehjen që Moza pinte shampanjë kur populli s'kishte ujë. I'm finishing this now. Dakor, e drejta jote. E drejta jote. Do gjë? Ta më kështu me që... që është u flaka. Very danger guy. Jo, që dangerous jam unë. Le ta vrasim djallin. Ta vrasim me alkohol, ore. Qas të vret bën më të fortë, shumë mendoje. Komo, e mbajte? Si e kanalizon, ore. Kështë kill Claude, jo kill Bill. Ndjek kinematografi? Je pasionant? Po, më qenë shumë kinematografia independente dhe ajo që nuk merr duar tërkitje. Po pse më plak? Sepse... Një sekundë, se kam një pyetje thelbësore me unë. Për mua, mbase është pyetje idiote, po që për mua është e rëndësishme. Fry, dhe një çike linde. A është detyrimisht një gjë që kthehet komerciale, një gjë që është ndërtuar... Mund të flas. Po pse mbi bisedën kaq të... Po jo, ta bëj këtë pyetje. Ti të bira bën 3 fishë. Ti bre di këtë? Jo, mua më ndihmon, nuk e di. Të lutem këtë pyetje sa më shpejt. Ja, ta bëj pyetje. Ja, good. Ti thua vazhdimisht independente, që se pëlqen askush, që se duar troket askush, që se do askush. Tani, mund të jetë një gjë që e pëlqejnë të gjithë, jo e bërë detyrimisht për të qenë komerciale, pra dikush e ka bërë thjesht sepse i ka pëlqyer dhe ajo është kthyer komerciale sepse njerëzit e kanë pëlqyer. Se në këtë formë që thua ti i bie që çdo gjë që duar trokitet nga populli, i bie që nuk ka vlerë. Po. E deklaroj tani çdo gjë që duar trokitet nuk ka vlerë. Dhe faleminderit shumë që e bëre dhe ti u hyn në histori tani. Po m'fal, nuk është një mekanizëm mbrojtës ky për çdo që nuk do duar trokitet gjithsesi për thënë që shiko. Unë gjithsesi nuk e ke hapur kutinë e Pandorës merr përsipër. Do të marrë merr ti? Po e marr unë tani po. Edhe unë vazhdoj të them që ti bërë një përmbledhje, asaj që unë them që neve a bëjmë ato që do publiku apo propozojmë diçka tjetër që publiku nuk e din. Edhe mund ta servirim si një Po publiku mbase nuk e di po e pëlqen. Po pra, publiku ka bërë një produkt siç është një dinozaur si Mozameti, që ajo bën atë që don publiku. Cili është momenti më i turpshëm në jetën tënde? Kur kam takuar Mozametin. Po bela me Moza Ahmetin e ka. Po ç'ke momentet? Tresmi. Ora shiko, unë e beson apo se beson ti? Ti ke në grasën e shtrigave, po is okay, ju qëndron, po shqiptar. Ora kam qef, ora pse mos e kem qef? No. Ora s'kam të drejtën ta kem qef. Zgjo. Por e zgjuar jam. Po jo. Po s'kam të drejtën ta kem qef. Shiko, çfarë shohun tek ajo? No. E kam seriozisht. Po ç'të ka hedh njerëz me që e ke kaq inat më burr. Nuk është inat, come on. Po që e refuzon kaq shumë konceptin e saj, këtë si mund të kemi një koncept? Nuk mund ta kesh inat personalisht atë. Atë çfarë? Po çfarë koncepti? Po jam ta them unë. Çfarë? Mozes ka bërë asgjë për tjerët. Në gjithë jetën e saj. Po kur? Po pse kush ka bërë diçka për tjerët, gjithë për veten punojnë? Jo. Varet edhe një herë. Ti çfarë ke bërë për tjerët? Po, sigurisht që për tjerët, po sepse unë bëj gjëra kolektive, nuk ka lidhje fare mua, ka lidhje me tjerët, nuk ka lidhje me mua. Po a ka diçka më shumë për të bërë se të tjerët se sa ti gëzosh, lumturosh, ti bësh për tjerët? Duhet të heqim dorë nga njerëz që mendojnë vetëm për veten e tyre. Po nëse duke menduar për veten tënde ti më bën të lumtur mua, atëherë nuk është diçka për mua? Ke rënë gracën e idiotit. Po nëse më pëlqen ti jem në gracën e idiotit. Po jo idioti si fyri,
Po them idiotin sepse Por më quaj edhe idiot, nuk ka problem. No. Në sensin e konceptual të saj. Idiotin në sensin e grasës që bie qartë. që të përdor, pra, një gjeneracia jo përdor vakume sociale. Më thënë, Bukovski është idiot kur thotë që gjej çfarë të pëlqen dhe lere të pras. Si mund të ta fusën Bukovskin tu? Ja ta them unë ku. Po e fut të bëj kujdes. Jo pas mozës. E vetëm Majen. Lere gjej çfarë të pëlqen dhe lere të vras. Në këtë sens duhet të jesh idiot. Po ne vrasim në çdo sekond. Ne tani që jemi këtu po vrasim njëri tjetrin në sensin pozitiv. Atëherë jemi idiot. Jo shfrytzues. Jemi idiot pozitiv. Dakord. E kuptova qartë azi. Ti nuk e ke me mozën, e ke me konceptin e reagimit të shoqërisë kundrejt fenomenit të saj. Ka që e them këtë. Jo, qartë. Mozën ai rridi, unë e respektoj. Ajo është super shqiptare, po flas për fenomenin. Qartë, kuptoj. Edhe kur do të kisha ofenduar një person, kur? Edhe unë i bie fenomenit moza, jo për mozën në vetvete, po për faktin se ti ke një këndvështrim shumë ndryshe dhe je shumë i sinqert për ta përshkruar këndvështrimin që ke duke kundërshtuar një fenomen që është pëlqyer dhe përqafuar kaq shumë nga populli. Prandaj po e diskutojmë në sensin moza. Unë thashë vetëm që ky quhet fenomen. Absolutisht, është fenomen. Është një fenomen që rrallë herë ndot. Pra, po flasim me respekt, po flasim me denigrim. Por ke menduar ndonjëherë të futesh politikës? Po, çdo 5 sekonda. Po pse nuk i futesh? Po besoj se do vi një momenti. Por duhet lej mediokrit të heqin dorë nga dalë vet. Nuk ka për të ndodhur kurrë. Unë mendoj se po. Shumë shpejt. Ne këtu ndryshojmë. Kush do heqë dorë më? Do heqin dorë. Po ti ke Sala Berisha, ke 30. Jo, por nuk është çështje me emrat. Nëse unë nuk dua të flas dhe bëj reklamë as lloj emri. Sepse nëse unë flas dhe bëj një emër, ne kemi shitur të ardhmen. Ne kemi shitur të ardhmen. Në fakt. Unë shpresoj që ti të kesh drejt në fakt kur thua që më duhet një vel ore. Po ti pi cigare, unë s'pi cigare. Pëlqen. Të pëlqen cigare? Jo, më pëlqen si koncept. Po është. Po? E thos kjo? Jo dhe po unë po të bëj konkurrencë, po. Po. Pra unë jam djalli që të bukur. Ti je djalli, ke menduar ndonjëherë kështu vese të tjera ke? No, unë kam një vesë vetëm që punoj shumë orë të tëra dhe kam mendjen plot dhe nuk kam kohë as të mendoj se mendimi është gja projekt. E vërtet është kjo. Si e me lekët? Ja del ti është lekët është banale, unë urrej lekun. Pa i ty? Ma dhuron, sigurisht. Ta dhuron, dhe me thënë të vjen leku? Unë nuk merre fare me këtë. Po kush merret me këtë? Ata që shojnë banka gjëra. Po kur të marrin telefon ata kush del? Del një sekretari që përgjigjet, por nuk nuk merresh, je komplet i shkëputur. No. Është shumë banale. Çfarë do thotë një jetë e mirë për ty? Lutem, nëse flasim për lekun, ai quhet një ofendim personal. Okej. Flasim për euro. Exchange. Edhe për euro nuk kam shumë. Cili është sekreti i jetës? Sekreti i jetës që unë adhuroj të mbas një kohë të çmuar për gjëra që nuk e dija që ekzistonin. Gjëra që s'e dija që të duhen. Që nuk e dija që ekzistonin, jo të duhen, se unë nuk shfrytëzoj. A lë të shfrytëzojnë? Çdo 5 sekonda. Dhe unë tani jam këtu dhe them të lutem më shfrytëzoni. Në çfarë sensi do të shfrytëzojmë? Kena një mendje të keq, ke heq po rrotull. Dëshirosh të gjësh erotike futë brenda. Jemi. Unë e quaj fute brendës, zakonisht, kur bëj të bisedë intelektuale. Fute brenda. Por unë urrej intelektualet. I urren dhe intelektualet. Domethënë urren. Unë urrej intelektualet, piktorët dhe ata që prodhojnë traditë në kohë moderne. Po ata që merren me traditën në kohë moderne. Ata janë pjesë e grupit urrëties kryesore, libri i zi. Unë kam një libër. Çfarë problemi ke me traditën? Një kombje e madhe, një respekt për që ka ndodhur në të kaluarën, po unë mendoj që e shkuara merr shumë kohë dhe shumë energji dhe shumë buxhete, më shumë se ardhmja. Duhet të investoj më shumë tek ardhmja se e shkuara. S'ka asgjë nga e kaluar që mund të ri? Mund të ri çdo gjë, por në Shqipëri ndodh një fenomen banal që investon shumë te e shkuara dhe jo te e ardhmja, ky është problemi. Po nëse eksperjenca jetësore ka treguar që plot gjërat të kësaj të shkuar kanë vlerë dhe duhet të qëndrojnë, nuk ka ndonjë sens logjik për t'i mbajtur ato që duhet të qëndrojnë, jo ato që duhet të ikin. Një vend i vogël si neve duhet të heqë dorë nga e shkuara urgjentisht, duke respektuar atë, por duke hedhur më shumë energji për të rinjt dhe për të ardhmen. Po për të shkuar ku? Drejt së ardhmes. Çfarë është ajo?
Mos do të them se ajo është pjesë e evolucionit human. Ka ndonjë shembull që mund të përshkruash të një shoqërie që ka shkuar drejt kësaj të ardhmë dhe ka bërë Asnjë shoqëri që ka bërë këtë, shoqëria tani po është në evolucion total. Edhe jo, kanë tentuar në fakt. Janë ata që për shembull pam raste të identifikuarit si pinguin lesbike etj. Me radhë. sigurisht, këto janë derivat. Unë po flas për evolucionin human, nuk po flas për shijet seksuale. Unë mendoj që evolucioni human është në pikën e tij më të mirë, sepse ka krijuar një armik të ri. Që është? AI-ja. Po. Mendon se do na No, dhe një love story. Mendon, ne? Janë ndër pak njerëzit që mendon se me inteligjencën artificiale. Lufta dhe paqja është një titull që vazhdon akoma tjetër. Po nga love bet fuck shumë shpejt ajo. Po, por jemi në kohë magjike politike ku jemi në sapo fillimin e një ere që është e pakthim. Njeriu është i paqt apo luftarak në vetvete? Një konsumues i keq, njeriu është një qenie disumane. Unë nuk e di pse quhet human dhe nuk e di pse në shkolla serviret si një qenie më e mirë në këtë botë, por është ai që vret më shumë kafsh se çdo kënd, është ai konsumon çdo gjë mbi tokë dhe ai që tokën pakthën të pa habitueshme, pra ne quhemi një Terminator. Na lumto. Bravo. Po, përvulova. E 11 sfidë legjendash, nuk është e fundit? Po. Apo e parafundit? E fundit është. Sfidë legjendash në flak fare. Pra, me birrën epos gjithmonë. Tu ka njerëz që dorëzohen, që bëjnë. Po, jo të gjithë e bëjnë sfidë legjendash, po lyhe, domethënë, tregohu bëu burr. E përballoj shumë mirë në fakt, me bezdisjore sa mirë përballoj. Do patosu thoj bu. Është shumë i bezdisshëm që Atëherë, jo, unë këtë po bëj pak më shumë të egzageruar për të krijuar një raport luftarak me vetë. Jo, s'ka nevojë ta bësh aq të egzageruar, mos e bëj aq të egzageruar. Po. Jo, ja. Kjo është pak a shumë, ke parasysh kur Macbethi ka një moment të ç'na përvoloj tani merdi. Derdhi? Po. Ti po vonë më shumë se unë me shkëtu. Atëherë jam unë ti e ftuari. Ja, ma dha me vonesore. Ba. Hola, doqi. A doqi dhe neve. Po tolerant doli ama jo, no? Tashi qite lepër. Ta therim tavolin. Dua një lepër. Doqi? Do jam shumë mirë. Shumë. Good. I fort. E vila revolucion. I fort doli ore. Jam i jotit. Jam i martuar. Thash jotin e se një koncept. Ja di, edhe unë atë sense tashmë. Po, hamo. Djali fort. Fucking bullshit. Mo vazhdo që intervistën. Zoti madh. Wow! Dua flak tani. Ti flak je vet. Po e pura është edhe në takim. Janë të paparashikueshëm fare këta artistët. Nuk e di ç'të presësh. Hipi gomarit mbrapshëm edhe çfarë. Po, pra vajta preka dhe syt. E preka. Do letër higjienike e preka. Ba. Do gjë. I fort dole mor Klodetja. Po Klodetja nga e ke origjinën e vjetër. Nga majmuni tha të gjithë po. Nga e ke origjinën e vjetër vërtet? Don't talk, mos fol. Dedja ka dhe në kruj për shumë. Po. Hajde Klodi ku shkon, hajde bëjmë një dorë muhabet. Oh my god. Më vazhdojmë intervistë? E pa të do bëj intervistë në taksi, me këtë. Klotës më the. Oh my god. Më mirë t'jesh, a mos t'jesh, Klodi. Oh my god. Okej. Do që? Okej. Boom. Fucking. Jemi këtu.
Çaj marrë. Po të jo, po të. Mund Jo, pije. Ja, Pije ja. se shplan. E kam seriozisht. Alkooli shplan yndyrën e asaj. Po prap lyva sy dore. Shumë fort jam bro, shumë fort. Oj, se ka mundësi. Ndjeko. Ke bërë shumë ndjek. Do na prish instalacionin. Ti imagjino me pi malli. Çfarë bën? Po shmazë sa. Ke pino një kërpulla? Ke provuar alucinante? Kur më ka folur për se njoh. E kam seriozisht. No. S'kam pas fatin të provoj. Më ka Kam folur frikë. po Vitem. kur kemi kohë. Tani kanë filluar këto alucinantet, kishte dal, po ke pe çfarë alucinanti. Ai po vdes ande. Trapi me Vazhdo. dosi do ta rrezosh atë, shoh. Po leti. Do na bëj dëmin, 1 milion lekë bër. Hajde vlla, hajde mora prish. Trampi që ta 2,000 years later. Po. ke një sens mazokizmi brenda vetes? Do të thënë do të shkaktosh një lloj Kjo ky ka qenë akti më mazikist gjë. i gjithë jetës së Ja, was good, ja. Po, u futën brenda, më sigurt. Po. Ne hapi një derë, po. Si ishte u futëm mren, si ishte? Futën brendës. Futesh brenda brendës. Bukur është pak kjo. Është interesante futesh brenda brendës. Kan këta. Po këta artistët me këto budalli që marrin punkta. Tani un jam si një lloj viktime që mund bësh pa se nuk reagoj dot. Mos e reagon, shoqëri gjeti një moment, ore të them, se na nxive jetën. Ka një orë që vazhdon. Unë nuk e dua njeriu, po njeriu e dua. Arti i bukur është që ai që nuk do artrokitet, çish bën tani vetë rre veten. Futesh brenda brendës. Po duket se Salsa do fut brenda brendës. Ka vajt. Si e me Është shumë interesante, mund të diskutojmë. Ti je duke diskutuar këtë. Unë jam duke fol vetë në fakt, nuk jam duke diskutuar, jam duke monologuar. Po në fakt edhe ky komunikim është. Po kjo, kjo tradhtia. Atë kanë refuzuar ndonjëherë? Refuzimi është një derë e mbyllur, por lufta është dera që mund të hapet, se dera e mbyllur. Ç'a duhet? Ore vërtet i thua këtë gjë, ore të ka refuzuar ndonjëherë në një. Ne ti thua një femër. Ashtu ndjeve. No. Asnjëherë s'ka refuzuar një femër. E para se unë respektoj shumë femrën dhe në kapset ka që përse duhet refuzoj. Po është që pëlqen. Po nuk sem në kënd. Jo, por jo, po pse nuk gjuan vetë? Unë çfarë do gjuaj? Unë gjuaj femrën? Jo, pse je natyrë që pretet No. ta bëj lëvizjen ajo më para? Jo, po vjeç gjatar, mashkull. Të gjuash, nuk shumë të thot, po zakonisht. Po ti e di çfarë është të gjuash, do të thënë të bësh lëvizjen e parë, të bësh flirt. Ne nuk e di. Nuk bën, Më duhet tash dua të bësh insert, ta bësh ma tregosh si meskera. 1, 2, 3, 4, nuk e di. E kam seriozisht. Dhe beson. Nuk je, Nuk se kuptoj çfarë thosh. Nuk e ekziston, se njoh. Çfarë thot? si proces. Jo. Po si ka ndodhur për shkakun kur lidhesh rrëshket, bie aksidentalisht tek ai njeriu? Aksidenti është veprarti. Pa aksident nuk ka ngjarje. Me këto hani buk jore. Me këto hani buk. Ka njerëz që i pëlqejnë këto, nuk ja bap ma dha mua takshi gjetën sa interesant. Klodi në fund natës me Klodin, se kuptuar. Nëse se edhe buri martuar tani. Po jo, shiko, shumë e shëmtuar fjala i martuar, se ne nuk martohemi, ne bashkëveprojmë. I bashkëvepruar pra. Bashkëveprojmë. Kjo është titull. Buri bashkëvepruar. Ja? Po kur nuk bashkëvepron më si quhesh? Quhesh Ishi bashkëvepruar. zog i lirë. Zog i lirë. Dakord. Klot, unë gjithmonë e bëj këtë pyetje, a ka diçka që duhet ta shtoj të këtë pëtoj sot, vjes studion këtë deri fundër. A ka diçka që duhet ta çfarë po na zoti më? A ka diçka që bën patates më? Ja, ky është arti miq. Ky është me këtë do bëjmë. E di çdo heq unë se që do të pastroj. E më la, pa vrish di kujdesshëm, ama të vdesën në shik. Ja tani thash ish kujdesshëm i bëri prap. Çfarë fëmijë mund të ketë qenë llogaritë çfarë fëmijë? Shumë unë kam qenë një fëmijë. Jurt? Jo. Unë isha ai që bëja gjithkohës mendime dhe e dija shumë mirë që kishte momente për të bërë performance në tarë. A kishe kuptuar tek vetja jote që do ishe një. Po. Të merr malli që ti jesh në performancë. Unë jam gjithkohës. Vetë që dihesh kështu në
Se tani ti kur do ftoj së shpejti. do vi me kënaqësinë më të madhe. Shpresoj. Ka një performancë. Ja, është kënaqësi, është edhe Ti duhet ta themi që Klodi ka qenë iniciatori i përdorimit të shtëpisë Vilës Enver Hoxhës për t'i dhënë këtë koncept dhe këtë kontekst që ka sot artistikisht gjë që është mua personalisht më pëlqen shumë. Gjithashtu edhe metalurgjikut në Elbasan apo jo? edhe metalurgjiko shumë. E risolle një gjë që ishte harruar, e risolli në një dimension krejtëri. Yes. Dy gjëra që janë ongoing, pra dhe të mbetura, për të cilat komplimentoj dhe patjetër që janë vërtet shumë të bukura. Dhe gjithashtu presim që të shikojmë dhe gjëra të tjera kreative. Ke vllatë seriozisht me ato gjëra. Jo, e para kjo se pëlqeu shumë, e para më pëlqen shumë tekstura dhe shija dhe prekja, por e para faleminderit shumë që më ftove këtu. Kjo është një platformë. Unë duhet të them diçka. Unë nuk e kam shumë qejf televizionin. Se nuk arrit dot as kem kohë për të marrë me audiencën, se nuk e shoh dot atë. Pra unë mundon të jem sa më autentik dhe ato që bëj pra se dua të shtyp tani patate, unë e bëj se kam qejf të bëj, nuk është se jam këtu për të bërë këtë. Por e para kam luatur që këtu kjo është një lloj glaske shumë e bukur e nivelit edhe bisedës, jam shumë mirë me ty. Dhe më pëlqen shumë që nuk kam besuar asgjë nga ato që the, por kam premtuar vetes gjatë kur kohës ti flisje që dua të besoj. Edhe sa i keq. Edhe në momenti final tani po më të ndjem shumë keq që unë duhet ta mbyll dhe unë nuk duhet ta mbyll fare. Edhe mund të rrim tu 8 vjet, 4 ditë apo të bëjmë kështu. Edhe unë ftoj dhe artistë tjerë ta provojnë të platek. Je shumë i mirë. Të falenderoj shumë. Mos dysho asgjë nga ato që kanë thënë, se vërtet i besoj. Mundohem të jemi Jo dyshimi, nuk është dyshimi. Mosbesimi më bën që të dua ty shumë. Ja, okay. Nëse është ashtu po. Mosbesimi është më bukur se besimi. Mbase, po shiko, çdo gjë që ti thua duhet kontekstualizuar e duhet kuptuar në çfarë dimensioni e thua, dhe është pak e vështirë që shpesh herë të ndjek në çfarë sensi e thua. Megjithatë unë shoha shumë energjinë që ke, vibe-in në tërësi, je shumë i argëtueshëm në tërësi dhe shumë sfidues mentalisht për të ndjekur. Je zotrues shumë i mirë fjalës. Të uroj shumë suksese. Të falenderoj edhe një herë nga zemra që ishe këtu. Kjo është Argjendari Donaldo për ty. Vërtet? Po, për ty është po. Është shumë me gur vulkanik dhe me gogla ari. Nëse i ke qef, mund ta mbash, nëse jo. Okej. Kjo për ty. Miq, duhet falenderoj gjithë juve që na ndiqni gjithmonë këtu në fsheh, e bëri unas. Duhet falenderoj birën e legjendave, birën e Epos, duhet falenderoj Velon sigurisht, duhet falenderoj Bumbun tonën dhe sigurisht Petalin. Thënë gjitha kjo, takohemi sërish puntat në radhës, miru pafshim.